Një tjetër bllokim doganash do të përballë vendet e rajonit nga 14 deri me 16 prill. Njoftimi është bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, e cila njofton se autoritetet doganore të Malit të Zi nga datat 14 deri në 16 prill do të zhvillojnë një grevë të transportuesve, që përfshin edhe shtetet e Bosnjë-Hercegovinës dhe të Serbisë. Si pasojë pritet bllokimi i përkohshëm i lëvizjes së mjeteve të tonazhit të rënd, ku gjatë kësaj periudhe përjashtim do të bëhet vetëm për transportin e mjeteve me kafshë të gjalla apo për raste emergjence, si edhe për lëvizjen e autoveturave. Pas njoftimit të autoriteteve malazeze ka reaguar edhe Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës dhe sektori kufirit dhe migracionit. Autoritetet malazeze kanë njoftuar se prej 14 prillit, duke nisur nga ora 9:30 për një periudhë 72 orësh, shoqata kamionistëve në Republikën e Malit të Zi do të zhvillojnë një protestë. Për arsye sigurie dhe për të shmangur bllokimin e rrugëve apo incidente të mundshme, nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd nga Shqipëria drejt Malit të Zi deri në përfundim të protestës. Në akset rrugore që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, automjetet e emergjencës, autobusët dhe mjetet e transportit të pasagerëve. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e periudhës së kufizimit të lëvizjes me qëllim shmangjen e bllokimit të rrugëve apo incidente të tjera të mundshme, thuhet në njoftimin e shpërndar për mediat. Ky është bllokimi i dytë që përfshin vendet e rajonit, pasi edhe më herët një protestë tjetër u mbajt për afro 72 orë nga e njëjta shoqate kamionistëve.